Votat për Ilir Metën është më shumë se vota për një lider politik. Vota për Ilir Metën është një vot për një garant të përbetuar të pluralizmi politik, mekanizmin e vetë të madhor që mban gjallë demokracinë dhe shtetin e së drejtës, si dy kolonat e ekzistencës dhe jetës të çdo qytetari të thjeshtë. Në shumë momente të veprimtarisë politike të tij, Ilir Meta është vënë shpesh në provë për të zgjedhur rrugë të thjeshta dhe kompromise të leverdishme, që sjellin mjaft të mira të çastit apo përballje parimore dhe shumë të forta për mbrojtjen e pluralizmit dhe historia është dëshmitare që Ilir Meta ka zgjedhur gjithmonë të dytën për mbrojtjen me çdo sakrificë të pluralizmit. Askush nuk e ka harruar që Ilir Meta nuk pranoi asnjë kompromis me Nanon dhe manipulimin zgjedhor të dushkut të 2001-shit dhe pranoi zgjedhjen e Mojsillt president të propozuar nga opozita, si dhe dha dorëheqjen si kryeministër vetëm që integrimi të mos pengojë dhe demokracia e pluralizmit të esin përpara. Askush nuk e ka harruar grevën e orisë së Ilir Metës në parlament kundër ndryshimeve kushtetuese, shkatrimtare dhe ligjit spanjoll zgjedhor që kundisnin shumë rënd pluralizmin. Pasojat e tyre po i vuajmë shumë thellë edhe sot të gjithë shqiptarët. Askush nuk e ka harruar që Ilir Meta bëri votimin me 140 vota të reformës në drejtësi, duke zbërë skenarin e shitblerjes së votave të deputetëve në parlament. Askush nuk e ka harruar që Ilir Meta refuzoi prerë dhe pa kompromis çdo aleancë me Edi Ramën në 2017 dhe nuk pranoi në mënyrë absolute mbrojtjen e zgjedhjeve pa përfshirë opozitën. Askush nuk e ka harruar që Ilir Meta si presidenti i Republikës shpalli në vitin 2022 zgjedhjen në 4 bashki të vendit duke mbrojtur fort pluralizmin dhe tentativës për ta zgjesuar lëvizjen e rithemelimit të Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha duke i dhënë asaj dhe mbështetjen zyrtare përmes logos dhe firmës së LSI-s opozitës së vërtetë. Askush nuk e ka harruar që Ilir Meta si presidenti i Partisë së Lirisë i dha mbështetje totale politike dhe juridike përmes logos dhe firmës së partisë së tij për rithemelimin e drejtuar nga zoti Berisha për të konkurruar në zgjedhjet lokale 2023 kur Basha dhe Rama në aleancë me njëri tjetrin bënin gjithçka për ta zgjesuar rithemelimin, zotin Berisha dhe opozitën e vërtetë. Dhe rrëmbimi banditesk i tij nga Rama dhe drejtësia me regji është goditja e diktaturës ndaj pluralizmit dhe një mbrojtësi të vendosur prej tij, siç është Ilir Meta. Pra sot, vota për Ilir Metën është një investim madhor në themelet e tronditura të pluralizmit, i cili ka nevojë sot më shumë se kurrë për garante të mëdhenj dhe mbrojtës misionar të vërtetë si ai. Audio Jungle.